analizën, që me argument, pjesa dërmuese e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje deri te Glauk Konjurca janë buk pogoqe e PDK-s. Disa të tëmë, se ta shumë i të në tri. O të thamë me emra, të thamë prej Recep Selimit që është në Hagë, që është gatim i Partisë Demokratike i AK-s, e deri të Glauk Konjurca, të Hydajet Hyseni, të krejt që to gatimet që ka i ka bo. Kështu që Blerimi ka të drejtë që ma ofër është vetëvendosja me PDK-n se me LDK. Problemi është se se përfundova. Vetëvendosja tjetë ndryshë mirë me vendimet. Po jo, po s'ki nevojë me ma spjegu se beson që pe di që po me spjegu. Në vetëvendosja vendimet mirë ndryshë. Problemi është që PDK-ja lyp presidentin edhe me marrë hisën në qeveri. Edhe mendoj që nëse e lyp ato e bën mesëm. Por shkak se duhet me ndërtu një farë balansë. Po di ka këtë diçka nëse lyp. O spekulim, se s'ka diçka t'il. Unë e kom problemin thelbë, që 3 herë njëjtë pja u bon Albini. Edhe apet kam javë bo.